Dhuna psikologjike paraqitet kur fëmiu t'i bëhet presion apo abuzim me fjalë nga ana e mjedisit që e rrethon. Mungesa e qasjes në edukim të shëndetshëm psiqik, mungesa e komunikimit të mirëfillt dhe gjendja e rëndë ekonomike ndikojnë që fëmijët të jenë më të nënshtruar ndaj dhunës psikologjike. Situata të ndryshme si përqarjet në familje dhe shoqëri kanë efekte negative psikologjike tek fëmijët. Prandaj, të gjithë duhet të mundohemi të tejkalojmë situatat e vështira me qetësi, në mënyrë që dhuna psikologjike të mos jetë prezente. Fëmijët gjithmonë janë duke kaluar në faza të ndryshme të zhvillimit. Prandaj, prindrit dhe mjedisi luajnë rol shumë të rëndësishëm në shëndetin e tyre mendor. Veçanërisht në fazën e pubertetit, dhuna psikologjike mund të ketë pasoja të cilat barten edhe në të ardhmen. Dhuna psikologjike ndikon në vetbesim, në gjendjen emocionale dhe tërheqjen nga shoqëria. Ajo shkakton edhe bullizmin, sjelljet agresive, çrregullim të personalitetit, depresion, abuzim me substanca narkotike dhe shumë pasoja të tjera negative. Janë disa mënyra për të vretur nëse fëmiu juaj është prekur nga dhuna psikologjike. Nëse fëmiu juaj ka frikë, ankth, pagjumësi, sjellje agresive, vetbesim të ulët, ngecje në të folur, probleme në shoqëri, sukses të dobët në shkollë apo mbyllje në vete, këto janë vetëm disa nga simptomat që e përjetton dhunë psikologjike. Mirë po, ekzistojnë mënyra të thjeshta për të parandaluar këtë dukuri. Komunikoni me fëmijën tuaj në mënyrë të hapur, bashkëpunoni me ta, ofrojuni ndihmë dhe bëhuni shoqja apo shoku i tyre. Informoni fëmijët për të drejtat e tyre, kështu që ata do të jenë më të vetëdijshëm që janë të mbrojtur nga ana e shoqërisë. Dhe inkurajoni fëmijët që të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme sociale dhe argëtuese, sepse socializimi është mënyra më e shëndetshme për t'i bërë ballë dhunës psikologjike.